Albin Kurti të bëj thirrje mbështetësve të vetë, anëtarëve të vetë vendosjes. Është moment pajtimi i madh. Pra, është koha e Anton Çetës. Dhe kush në pajton? 17 Shkurti dhe UÇK-ja. UÇK-ja ka dëshmuar se jemi një komb e kemi një histori. Kurti e nisi mirë, sepse u dha përgjigje disave që kanë bërë deklarata, kanë bërë deklarata në për emisione televizive, madje janë përpjekur që të krijojnë një filozofi kombi kosovar. Kur Albin Kurti tha 2 shtete, 2 pasaporta, 1 komb. Tani një komb, një histori, po me 17 Shkurt, të gjithë shqiptarët du qenë në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Kjo është thirrja juaj. Kjo është thirrja ime. Dhe gjithë shqiptarët kanë një moment historik. Po them edhe herë, nuk mjaftohet me deklarata. E dënojmë, e denonsojmë. Por thirrje të gjithë mbështetësve, të gjithë shqiptarëve. Kudo që janë, është koha, është moment kritik. Sepse e theksoj edhe njëherë, epoka para gjyqit. Sot i ka dhënë mbështetje edhe presidentja Kosovës, organizatorëve, dhe organizatat e dalë nga lufta kanë dhënë mbështetje, dhe besojmë që do të jetë protesta marshi, tamam siç ishte marshi i UÇK-s, protesta më e madhe në histori. Unë sapo po vin nga Malizi, që të thash, kam patur 4-5 ditë takime intensive atje. Organizative. Po, dhe shpresoj që edhe shqiptarët e Malizi do t'i bashkangjiten protestës të madhe, pra marshit. Kam patur takime shumë të rëndësishme me deputet shqiptarët të Malizi, me kryetarin e komunës Tuzit, kryetarin e komunës Ulqinit, me deputetet e shqiptarët të Malizi, me ministrat Marash Dukaj dhe Fatmir Xheka, me përfaqësues të lidhjes demokratike Mehmet Bardhi dhe Saubi Mehmeti, me Gencin Imanbegun, siç thash kryetarin e Ulqinit, me shumë personalitetet të shqura, me forumin e shqiptarëve, me ish ambasadorin, ish ministrin Fradi Noshaj, me Gzim Ajdinagën, me miqtë e mi Dritan Cekën, dhe shumë personalitete, shumë drejtues shoqatash e shoqërisë kulturore të Tuzit, të Podgoricës dhe të Ulqinit, me drejtues të shoqatave, si me Tahir Xhanbali, veprimtari i madh i çeshës kombëtare nga Plavgucia. Pra, kam patur këto 4-5 ditë një herë takime shumë të rëndësishme në koordinim plot me zëvendësir ministrin e Malizi shqiptar Nik Gjeloshi, që i përfaqëson forumin e shqiptarëve, me nënkryetarin e parlamentit të Malizi Nikol Camaj, e shumë personalitetet të tjera që kemi qenë bashkë këtë ditë, kemi dhe shqetësimi ishte për situatën e krijuar. Dhe shpresoj që me 17 Shkurt do të jenë të gjithë në Prishtinë dhe me datën 14 tani, pra 14 Shkurt do të mbidhet Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve të Malizi, me pata dhe takim me zotin Faik Nika, dhe një nga çështjet që do trajtojë është organizimi i 17 Shkurtit, por dhe mundësia e një proteste të madhe në Maltëzi. Pasardhëse. Po, pasardhëse, sepse jemi në prag edhe të kryengritjes të shqiptarëve të Malizi, është kryengritja e Dexhën Lulit, pra jemi në prag të 115 vjetorit të kësaj kryengritje.